Në bazë të këtyre lidhjeve të para që ne kemi krijuar me prindrit kujdestarët tanë, krijojnë dhe stilet e atashimit. Stili i sigurt, që është stili i shëndetshëm i atashimit, është kur ti ke një model pozitiv edhe të vetes dhe të njerëzve. Pra kur mendon që dhe vetë je njeri i mirë dhe njerëzit janë njerëz të mirë. Dhe modeli i sigurt i atashimit është kur individët ndihen rehat me intimitetin, krijojnë lidhje të shëndetshme, janë të sigurt në marrëdhënie, balancojnë atë privatësinë dhe nuk mendojnë çdo moment se ose do e humbin partnerin, do i braktisi, ose që do e braktisin këta partnerin. Stili fearful, që është më i keqi, është negativ, është model negativ i të tjerëve dhe model negativ i vetes. Pra, dhe të tjerët janë problemi dhe vetja është problemi dhe nuk gjejnë zgjidhje as te të tjerët as te vetja. Mendojnë që gjithë njerëzit janë të këqinj.